Sot në kopshtin Nën Tereza të komunës së Tuzit u organizua një aktivitet i veçantë me rastin e ditës së kopshtit për të tretin vit radhëzi. Atmosfera në ambientet e kopshtit ishte shumë e këndshme. Të vegjelit në skenë sollën vjersha, këngë dhe vada argëtuese, duke bërë këtë ditë të bukur dhe të veçantë. Fëmijët e kopshtit në këtë ambient të ngrohtë hedhin hapat e parë drejt të dijes. Çdo përvojë fillestare që përjetojnë këtu i përgatit ata për bankat e shkollës dhe të ardhmen. Pas çdo buzëqeshjeje dhe gëzimi që fëmijët transmetojnë në fytyrat e tyre, qëndrojnë edukatorët dhe i gjithë stafi arsimor në këtë institucion, që me përkushtim dhe dashuri udhëheqin fëmijët e vegjël drejt dritës dhe diturisë. Këto momente argëtuese nuk janë vetëm një festë, por një reflektim i bukurisë dhe pafajësisë që fëmijët sjellin në jetën tonë. Fjalën e nderit në këtë ditë të shënuar e mbajti drejtori i kopshtit, zoti David Junçaj. Ai foli për rëndësinë e edukimit, risit, projektet, si edhe për sukseset që ky institucion ka arritur në këto 3 vite. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe zyrtar të komunës së Tuzit, si edhe prindër të fëmijëve, të cilët patën rastin të shijonin programin e përgatitur nga të vegjelit e kopshtit Nën Tereza në Tuzë. Është derë dhe knatësi e veçantë që sot jemi së bashku për të festuar ditën e kopshtit, ditën që na kujton se çdo gjë e bukur në jetë fillon me fëmijërinë. Kjo ditë nuk është vetëm një festë e institucionit tonë, por një festë e dashurisë, përkushtimit dhe bashkëpunimit midis stafit, prindërve dhe fëmijëve tanë të mrekullueshëm. Në këtë atmosferë të ngrohtë dhe plot gëzim, le të reflektojmë së bashku mbi rrugtimin tonë, mbi çdo arritje e sfidë që kemi kaluar me shumë përgjegjësi dhe përkushtim. Ky vit ka qenë i veçantë dhe i mbushur me zhvillime të reja, që dëshmojnë përkushtimin dhe punën e përbashkët të gjithë stafit arsimor. Numri i fëmijëve është rritur ndjeshëm, një dëshmi e qartë e besimit dhe vlerësimit që prindërit dhe komuniteti i tregojnë institucionit tonë çdo ditë. Ky besim është forca jonë lëvizëse, që na shtyn të ecim përpara me përkushtim edhe më të madh, për të ofruar kujdes dhe edukim sa më cilësor për çdo fëmijë. Gjatë këtij viti kemi marrë pjesë në 3 projekte të rëndësishme, të cilat kanë pasuruar ndjeshëm përvojën dhe zhvillimin e fëmijëve tanë, dhe ato janë: Ekoshkolla, një projekt që ka për qëllim zhvillimin e ndërzgjedhjes mjedisore të fëmijët dhe edukimin e tyre për dashurinë ndaj natyrës, si të ruajnë dhe të mbrojnë mjedisin dhe të kujdesin për planetin tonë. Brenda këtij projekti janë zhvilluar edhe 9 projekte të veçanta, si ato për riciklimin e materialeve, mbjelljen e bimëve dhe mësimin praktik për ruajtjen e pastërtisë dhe gjelbrimit për rreth nesh. Projekti i radhës ishte zhvillimi i qëndrueshëm i institucionit. Këtë vit është kushtuar temës së instrumenteve muzikore si pjesë e trashëgimisë sonë kulturore. Përmes aktiviteteve të ndryshme, fëmijët kanë mësuar për instrumentet tona tradicionale, për vallet, këngët dhe kostumet tona popullore, duke u njohur më thellë me trashëgiminë kulturore të vendit tonë. Kështu, përveç edukimit, kemi forcuar edhe ndjenjen e identitetit, përkatësisë dhe dashurisë për traditën tonë të bukur. Për sa i përket familjeve të kujdesshme, një projekt që ka forcuar edhe më shumë bashkëpunimin ndërmjet prindërve dhe institucionit, përmes punëtorive dhe takimeve të përbashkëta, prindërit kanë pasur mundësi të mësojnë mbi mënyrat më të mira për kujdesin dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve të tyre,
duke krijuar një urë të fortë bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Ky bashkëpunim i ngushtë ka sjellë rezultate të vlefshme duke ndihmuar se fëmijët të ndihen të mbështetur dhe të rritur me dashuri dhe kujdes. Të gjitha këto projekte janë realizuar me profesionalizëm dhe ndërgjegjje të plotë, fal stafit tonë të mrekullueshëm dhe mbështetjes së prindërve dhe të gjithë komunitetit. Me shumë gëzim dhe krenari sot botojmë numrin e ri të revistës sonë Dielli, e cila tashmë është shndruar në një traditë e bukur dhe një pasqyrë e sinqertë e punës sonë të përbashkët gjatë gjithë vitit. Në çdo faqe të saj ndryshon përkushtimi dhe kreativiteti i fëmijëve tanë, dritat më të bukura që ngrohin dhe zbukurojnë çdo ditë institucionin tonë. Një hap tjetër i rëndësishëm që kemi ndërmarrë është zgjerimi i kuzhinës së institucionit, që do të mundsojë përgatitjen e të gjitha vakteve ditore brenda institucionit. Kjo nënkupton ushqim më të shëndetshëm, më të freskët dhe nën kontroll të plot higienik për fëmijët tanë. Me shumë krenari njoftojmë se kemi fituar licencën që garanton standardet më të larta të sigurisë dhe cilësisë ushqimore. Në përmbyllje duhet të shpreh mirënjohjen time ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Inovacionit, Komunës së Tuzit, Entit për Shkollim dhe të gjithë prindërve tanë për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe besimin e vazhdueshëm që kemi ndarë gjatë këtyre 3 viteve si institucion i pavarur. Le të vazhdojmë së bashku me dashuri, përkushtim dhe vizion të qartë në rrugën tonë të bukur të edukimit. Sepse çdo hap që bëjmë sot për fëmijët tanë është një hap drejt së ardhmës së ndritur të shoqërisë sonë. Në emër të institucionit publik parashkollor Nën Tereza, në emrin tim personal, të gjithë trupit arsimor, fëmijëve dhe prindërve, u uroj gëzuar ditën e kopshtit. Udecił sobie mocy sresy, selekte dresy, nie zasnę nas. Luba za spadok moje oczy se znaje, nadzieja kraje, się taki sen, spremam za let. Kad sobie kryła dobiją i krene, jedna kolenka szlobodzi decu sveta. Nečija mašta, tada procveta i cela zemlja kaže volim te. Kad svoji krila dobiju i krene, jedna kolenka šlobodzi decu sveta. Nečija mašta, tada procveta i cela zemlja kaže volim te. Te quiero, je t'aime, ti amo, volim te. Kopshtin është e bukur, plot jodra dhe fëmi, kur të nisin deturit për të erdhin që do të vinë. Vjeshta. Kaloj vera, erdi vjeshta, piqet e rushin e përveshta. Vjeshtë e bukur, vjesht punëtore, gjithë mia ti naj soe.
Gjishajme, shkoane të lek, për të bële përime, për lëshën e ambet, për lëshën time, gjishajme dashur, për lavan e kotë leguat, disoj kujtam, disoj kom haluar. Ditët e javës, e hëna, e martja, e mërkure, e ajte, pasta vjen e premtja, 5 ditë kopshti im me barbe gazim, 2 ditë të tjera e shtuna dhe djela, uri në shtapi me prindërit e mi. Gjoham hërët me mëngjes, laj fytyrën me kujdes. Pastaj lambet i pastroj, flokët i krehi i lëmoj. Thot i kontrolloj për herë, nuk i laj pa e prirë. Robat i vësh, këputet i fri, në shamin e gjë përshti. Pastaj ullëm për të gram, qfar me sjellë mirënën. Gjitha punet i maroj, me gëzime ka përshkoj. Nëna doke, gjysha ime, mua më thot tuqe, për të natën, në gjatë të gjumit, të banë të përëlla të së kuqe. Nëna doke, gjysha ime, mua më thot tuqe, për të natën, në gjumë të parën, të banë të përëlla të së kuqe. Ku je nisku pa shtan në përmaj se kalon, ku je nisku pa shtan në përmaj se kalon. Rrugën deshta me të punë, se te dishat me shku. Rrugën deshta me të punë, se te dishat me shku. Kura dhja kam gatu, gjyshat time me gëzu, i kam sjellur dhe peknes, Si kutit me qam qakas. ku je nisku pa shtan në përmaj se kalon, ku je nisku pa shtan në përmaj se kalon. Rrugën deshta me të punë, se te dishat me shku. Rrugën deshta me të punë, se te dishat me shku. Kura dhja kam gatu, gjyshat time me gëzu, i kam sjellur dhe peknes, Si kutit me qam qakas. Kësël kuqja, e ndali vrapi. u fiksua. E ndali hapi. Ish pa fitur, e pa kujtuar. Ujku.
se vini, festa fillon, kopshtin sot të gjithve në gëzon. Këngë lona presh të thit, buze shishjas në largohet as njerë nga syt. Sot është festa jone male, zemrat tona janë të bardha. Kopshti ynë shtëpia e dytë, në rrit me dashuri çdo ditë. Me sueset tona, me zemër të parë, na japin dije e të furi pandaj. Sot festoj me zemër plot, me këngë valle, me gaz të fort. Ne mesojmë gjyra, numra e fjallë, kopshtin arrit me dashuri të gjallë. Urime kopsht të pije dytë në rrit e dashuri ditë për ditë. Shoke shoqe, dorë për dorë, festoj me këngë vazhdor. Urime kopsht, urime për ne, gëzime dri për gjithmonë me ty. Sa me qef që skoj, unë në kopshtin tim, edukatoren e dëgjoj, kur me jep mësim. E kur shkoj në shtëpi, bushur me gëzim, po mendja me dhe, prap të kopshti im.
Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ona nga grupi parashkollor të re. Ne kam një lajm të bukur, se sot që vështin me recitime, këngë dhe buzëqeshje përgatitur nga ne. Kopshtim, vërflon me dit, luaj me soj dhe jam i rrit, mësuesja me e përqafim shdo dit këtu është gëzim. Me shokën doj, kërqej, vizatoj, në koshtin tin shumë gjëra mësoj. Gëzër femi, sofesën që kemi, koshtin tonë kurse harojme. Edukatorët të shmenene e mëson qdo ABC, zemë për të shurjeko, që në rrinën pronë. Na tregon lojës të ditë, këngë të bukura paprit, në femi këndojnë me shpjet. Kur me rënë ofër me dorë, me duket si gjë me borë, me të jemi gjithmonë nga zmorë.